Lexim simbas Angjillit të Gjonit. Jezusi, si I tha këto, I qoj syrit e vet, ka qielli dhe vazhdoi. O atë, arriti koha. Jep lavdi birit tënd, që birit të jap lavdi ty, e që me pushtet, të cilin I Allah mbi çdo njeri, t'ju a jap jetën e pasosur të gjithë atyre që I laje ti. E kjo është jeta e pasosur që të njohin ty, një të vetmin hyn e vërtet, dhe atë që dërgove Jezu Krishtin. Unë të lash lavdi mbi tokë e kreva veprën që më leja ta kryej. E tani, o atë, me lavdro para teje, me atë lavdi që e kisha te ti, para se filloi të isha bot, të ishte bota. Emrin tënd ua zbulova njerëzve që ti mi le nga bota. Ata ishin të tut, ti mi le, dhe ata e mbajtën fjalën tënde. Tani e kuptuan se gjithçka me le vjen prej teje, sepse fjalët që ti mi le ua dorëzova atyre. Ata I pranuan dhe e kuptuan se me të vërtet dola prej teje dhe besuan se ti me dërgove. Unë për ta lutem, nuk lutem për botën, por për ata që ti mi le, sepse janë të tut. Gjithçka kam unë është jotja, e gjithçka ke ti imja, dhe në tua u lavdrova. Unë nuk rri me në botë, e ata janë në botë, e unë po vi te ti, e atë I shejt, o atë I shejt. Ruaj në emër tënd ata që ti mi le, që ti jenë një sikur se ne, që të jenë një sikur se ne.